Detajet të reja kanë dalë në dritë lidhur me vrasjen e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj në Vlorë. Për ngjarjen policia ka shoqëruar 5 persona, ndërsa hetimet janë përqendruar në kërkesën që disa ndërtues kanë pasur ndaj 58 vjeçarit për dhënien e truallit dhe banesës së tij si hapësirë për ndërtimin e një pallati. Zona ku 58 vjeçari Renato Hoxhaj kishte shtëpinë është një vend shumë i kërkuar për ndërtime të reja, ku çmimet e shitjes së një apartamenti fillojnë nga 1.500 euro për metër katror. Familjarët e Renato Hoxhajt kanë dëshmuar se 58 vjeçari ka marrë disa kërcënime, pasi nuk ka pranuar që të jap truallin dhe banesën, ndërsa një nga personat e shoqëruar është edhe pronari i një pallati të sapo ndërtuar në lagjen ku jetonte viktima. Vrasja për çështjen e pronës mbetet pista kryesore në të cilën janë përqendruar hetimet, ndërsa 58 vjeçari njihet në Vlorë si një person i qetë dhe pa probleme. Nga ana tjetër, grupi hetimor ka sekuestruar një prej kamerave të sigurisë pranë rrugës, ku u ekzekutua 58 vjeçari, e cila ka filmuar lëvizjet e autorit. Ky i fundit, për të kamufluar, mbante një kapel dhe fytyrën e kishte të mbuluar me shall. Nga kamera shihet se autori ka ardhur nga Kodra pas banesës së 58 vjeçarit dhe pas vrasjes ka ndjekur po të njëjtën rrugë, e cila kalon pranë Kodrës së Kuzum Babas. Sipas informacioneve nga policia, në vendngjarje janë gjetur 4 gëzhoja pistolete 9 mm, ndërsa viktima ka marrë 2 plumba në kokë dhe 2 në trup. Për zhurmimin dhe identifikimin e autorit të vrasjes së 58 vjeçarit Hoxhaj, policia ka sekuestruar edhe kamera të tjera sigurie në zonë.